Në ambientet e Hotel Tirana, Agjencia Investigative Stop Krimit organizoi një event të rëndësishëm ku ishin të ftuar të gjithë anëtarët e saj, si dhe personalitetet të njohura nga diaspora dhe institucionet të sigurisë, së bashku me përfaqësues të shoqërisë civile. Eventi filloi me një fjalim përshëndetës nga drejtori i agjencisë, zoti Fatmir Sena, i cili theksoi rëndësinë e punës së tyre në luftën kundër krimit, drogës dhe trafikimit. Ai bëri një thirrje të fuqishme për bashkëpunim dhe angazhim të gjithë shoqërisë në këtë betejë të përbashkët. Zoti Sena nënvizoi për kushtimin e agjencisë për të parandaluar dhe luftuar aktivitetet kriminale, duke vënë në parë rëndësinë e informimit dhe ndërgjegjësimit të publikut. Është detyra jonë të mbrojmë shoqërinë nga kërcënimet e krimit dhe të krijojmë një ambient më të sigurt për të gjithë, tha ai gjatë fjalimit të tij. Në përfundim të eventit, zoti Sena ndau certifikata mirënjohjeje dhe trajnimi për anëtarët e agjencisë, duke njohur kontributin dhe përkushtimin e tyre në këtë mision të rëndësishëm. Ky akt simbolik ishte një mënyrë për të falendëruar të gjithë ata që kanë dhënë një ndihmë të çmuar në luftën kundër krimit dhe për të inkurajuar vazhdimin e përpjekjeve të tyre në të ardhmen. Të pranishmit patën mundësinë të diskutojnë dhe të shkëmbejnë ide për përmirësimin e strategjive dhe bashkëpunimeve të ardhshme. Atmosfera pozitive dhe mbështetja e gjerë e shoqërisë civile dhe institucioneve të sigurisë tregoi edhe një herë rëndësinë dhe ndikimin e agjencisë Stop Krimi në shoqërinë shqiptare.